Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. 22 banesa në Bashkinë e Përmetit janë bërë përfituese të projektit të rehabilitimit social. Punimet konsistojnë në rikonstruksionin e plotë të banesave dhe sistemimin e xhative, duke përmirësuar kushtet e jetesës për familjet në nevojë. Ky projekt po zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit. Në Gjirokastër, qytetarët po i drejtojnë gjithnjë më shpesh bankave për të marrë kredi, kryesisht për blerjen e pronave dhe për investime në sektorin e turizmit. Zhvillimi i këtij sektori ka arritur interesin për kthimin e banesave në bujtina dhe për nisjen e aktiviteteve të reja, ndërsa kushtet më të favorshme të financimit kanë ndikuar që kreditët shihen si një zgjidhje e nevojshme për realizimin e këtyre qëllimeve. Qyteti i Përmetit vijon të ruaj traditat e tij më të bukura përmes glikove karakteristike, simboli mikpritjes dhe kulturës vendase. Eftali Qerimi është një nga mjeshtret që prej dekadash i ka dhënë shije dhe jetë kësaj tradite, duke i përcjellë atë brez pas brezi. Komiteti i veteranëve dhe pasardhësve të Lançit Gjirokastër përkujtoi sot 82 vjetorin e betejës së Qesoratit, një nga betejat më të përgjakshme të luftës antifashiste nacional çlirimtare, ku ranë 9 dëshmor. Aktiviteti solli në vëmendje rëndësinë historike të kësaj beteje dhe heroizmin e partizanëve që sakrifikuan jetën për lirinë e Adheut. Ju njohim tani më gjërësisht. 22 banesa në Bashkinë e Përmetit janë bërë përfituese të projektit të rehabilitimit social. Punimet konsistojnë në rikonstruksionin e plotë të banesave dhe sistemimin e xhative, duke përmirësuar kushtet e jetesës për familjet në nevojë. Ky projekt po zbatohet në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit. Bashkia e Përmetit në kuadër të programit për përmirësimin e banesave ekzistuese dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, prej disa muajsh po zbatojnë projektin e rehabilitimit të banesave për familjet në kushte të vështira ekonomike. Sipas drejtoreshës së shërbimit social Ariana Papapano, ky projekt ka qenë një mbështetje e rëndësishme për familjet në nevojë ndër vite. Këto banesa ka edhe në zonat, në njësitë administrative që përfshihen në Bashkinë e Përmetit dhe në qytetin e Përmetit. Bashkia Përmet ka lidhur kontrata për të strehuar në banesat sociale që ajo ka rreth 23 familje, të cilët kanë lidhur kontratë me Bashkinë e Përmetit dhe përfitojnë këtë banesë duke paguar këstet mujore sipas kushteve të marrëveshjes që është bërë. Papapano bëri me dije se në këtë fazë të projektit kanë aplikuar rreth 45 familje, ndërsa përfituesit janë përzgjedhur bazuar në kriteret sociale të përcaktuara. Numri përfituesve të këtyre banesave është 22 familje. Gjithsej kanë aplikuar edhe 45 familje, por janë përzgjedhur familje që kanë qenë më vulnerabël dhe që kanë pasur probleme më të shumta në shtëpitë e tyre. Komisioni i strehimit ka verifikuar çdo kërkesë që është bërë dhe ka vendosur që 22 familje të përfitojnë nga ky projekt. Bashkia e Përmetit ka marrë të gjitha masat e nevojshme duke hartuar projekte të ndryshme sociale, me synim krijimin e kushteve sa më të mira të jetesës për banorët e saj. Deputetja e qarkut të Gjirokastrës Mirela Kumbaro i ka kushtuar këtë fundjavë promovimit të 2 bashkive të qarkut, Përmetit dhe Libohovës, përmes postimeve në rrjetet e saj sociale, duke vënë në pa vlerat natyrore, kulturore dhe trashëgiminë e zonës. Në një prej mesazheve të saj, Kumbaro ka ndarë një urim për fundjavën të shoqëruar me një përshkrim të veçantë për Përmetin, të cilin e cilëson si një mozaik me perlat e natyrës, kulturës dhe trashëgimisë. Sipas saj, ajo që shkëlqen më fort në këtë gjerdan vlerash është mikpritja, duke renditur Përmetin mes destinacioneve që ofrojnë jo vetëm bukurinë natyrore, por edhe një përvojë të veçantë fal mikpritjes së banorëve. Ndërkohë në postimin e saj të radhës, deputetja ka përcjellë një përshëndetje për ditën e diel nga Bureto në Bashkinë Libohov. Ajo përshkruan këtë zonë si një vend ku shpatet lartësohen me jeshi mbi luginën e Drinus dhe fshatrat e Libohovës, duke theksuar harmoninë mes natyrës dhe peizazhit karakteristik të jugut. Përmes këtyre postimeve, deputetja Mirela Kumbaro vijon të promovojë
pasuritë e qarkut të Gjirokastrës, duke konsideruar turizmin, trashëgimin dhe mikpritjen si element kyç të identitetit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të zonës. Rrjetet sociale shërbejnë si një platformë për të përcjellë këtë mesazh, duke afruar vëmendjen e publikut tek bukuritë dhe vlerat e territorit që ajo përfaqëson. Në Gjirokastër, qytetarët po i drejtojnë gjithnjë më shpesh bankave për të marrë kredi, kryesisht për blerjen e pronave dhe për investime në sektorin e turizmit. Zhvillimi i këtij sektori ka rritur interesin për kthimin e banesave në bujtina dhe për nisjen e aktiviteteve të reja, ndërsa kushtet më të favorshme të financimit kanë ndikuar që kredit të shihen si një zgjidhje e nevojshme për realizimin e këtyre qëllimeve. Edhe gjatë muajit janar në Gjirokastër vazhdon të vërehet një rritje e kredidhënies, që lidhet kryesisht me politikat e bankave të nivelit të dytë, të cilat në periudha të caktuara kanë ulur normat e interesit, duke i bërë kredit më të leverdishme për qytetarët. Këto kushte favorizuese sipas ekspertëve të ekonomisë kanë shtuar interes si të individëve që kërkojnë kredi për blerje pronash, ashtu edhe të bizneseve që synojnë vazhdimin ose zgjerimin e aktivitetit të tyre. Vazhdon të ketë një rritje të kredidhënies dhe kjo për faktin se bankat e nivelit të dytë në periudha të caktuara ulin normën e interesit dhe kjo është me leverdi për qytetarët, si për qytetarët e thjeshtë, të cilat mund të marrin kredi për efekt blerje prona, shtëpishe kështu me radhë, ashtu dhe për bizneset, për zhvillimin e aktivitetit të tyre. Dhe në këto kushte, kur kemi të bëjmë me një normë të ulët të interesit të bankave, kjo leverdis pra për çdo individ. Në Gjirokastër, zhvillimi i turizmit ka ndikuar drejt për drejt në rritjen e kërkesës për kredi. Banorët po tregojnë interes të shtuar për të marrë me turizëm, duke bler prona dhe duke i përshtatur ato në bujtina familjare. Në Gjirokastër është zhvilluar shumë turizmi dhe si e tillë është rritur interesi i individëve për të marrë me turizëm dhe është rritur interesi i individëve për blerjen e pronave në Gjirokastër, pra për të investuar në banesa për t'i kthyer ato në Airbnb apo në hotele apo në bujtina në mënyrë që të sigurojnë të ardhurat të konsiderueshme. Dhe në këtë rast individët i drejtohen shpesh bankave për të marrë kredi pra për të zhvilluar biznesin e tyre. Rritja e kredidhënies në Gjirokastër reflekton jo vetëm politikat më lehtësuese të bankave, por edhe interes në rritje të qytetarëve për investime, veçanërisht në sektorin e turizmit. Kjo tendencë pritet të vijojë edhe në muajt në vijim, duke mbështetur zhvillimin ekonomik dhe aktivitetin sipërmarrës në qytet. Pavarësisht të rënies së numrit të turistëve gjatë dimrit, Libohova mbetet një destinacion i vizituar për shkak të atraksioneve që ofron, bujtinave tradicionale dhe natyrës së saj. Vizitorët tregojnë interes të shtuar edhe për zonat rurale përreth, veçanërisht Labovën e Kryqit, në Pravishtën dhe zonën e Zagorisë, e cila po zhvillohet si destinacion i turizmit malor. Gjatë sezonit të dimrit edhe pse numri i turistëve në Libov bie ndjeshëm krahasuar me periudhën verore, qyteti vazhdon të mirëpres vizitor. Turistët tregojnë interes për të vizituar qytetin, bujtina tradicionale dhe atraksionet kulturore e historike që Libova ofron gjatë gjithë vitit. Sigurisht që sezoni dimëror numri i turistëve po bie, por prapse prap ka vizitor që frekuentojnë sidomos bujtinat edhe ato atraksione që ne kemi në bashkinë tonë. Qyteti ka ato atraksione që tashmë njihen nga të gjithë, siç është Kalaja, Sarajet, Rapi, Kulla e Sahatit. Një interes i veçantë nga ana e turistëve vije të re edhe për zonat rurale përreth. Kryesisht vizitorët zgjedhin të eksplorojnë Labovën e Kryqit dhe në Pravishtën, zona këto që ofrojnë natyrë të qetë, tradita të ruajtura dhe mikpritje karakteristike. Së fundmi në vëmendjen e turistëve ka hyrë edhe zona e Zagorisë, e cila po shihet si një destinacion me potencial për zhvillimin e turizmit malor. Në përfshatra pastaj kemi edhe këto asetet të tjera turistike, monumente siç janë Teqja e Melanit, Kisha e Labovës, Parku i Zagorisë, Fusha e Çajupit, duke qenë sezon dimëror është e frekuentuar më shumë për dëborën që bie aty. Sigurisht që në Pravishta dhe Labova e Kryqit kanë marrë më shumë bujë, po themi, në tërheqjen e vizitorëve për shkak edhe të bujtinave që janë ngritur në këto dy fshatra. Zagoria është diçka tjetër, duke qenë vend më malor, ka interes për ata që duan të bëjnë hiking dhe
të vizitojnë një natyrë të paprekur nga dora e njeriut, po themi. Peizazhet natyrore, shtigjet dhe klima e pastër dimërore e bëjnë këtë zonë gjithnjë e më tërheqëse për vizitorët që kërkojnë turizëm natyror dhe aventurë. Qyteti i Përmetit vijon të ruaj traditat e tij më të bukura përmes glikove karakteristike, simbol i mikpritjes dhe kulturës vendase. Eftali Qerimi është një nga mjeshtret që prej dekadash i ka dhënë shije dhe jetë kësaj tradite, duke e përcjell atë brez pas brezi. Qyteti i Përmetit nuk është i njohur vetëm për shumëllojshmërinë e trëndafilave, por edhe për glikot tradicionale, të cilat me ëmbëlsinë dhe shijen e tyre pasqyrojnë mikpritjen. Eftali Qerimi është një nga mjeshtret e artit të glikove, e njohur për pasionin dhe përkushtimin e saj ndaj kësaj tradite. Pas 4 dekadash, ajo vazhdon të krijojë shije të reja dhe inovative. Ne jemi duke përpunuar glikone portokales, glikone në rëndzës, glikone qitros dhe glikone greth frutit. Është periudha që do të në bëhen të gjitha agrumet, pastaj ja bëhet një pauzë dhe në muajin prill fillon do të thënë sezoni, se puna është gjithmonë me sezon, e para është cilësia, pastaj është ecuria. Eftali ndonë se është e nderuar dhe e vlerësuar nga komuniteti i saj, thot se kënaqësia më e madhe është kur puna e saj vlerësohet edhe nga të huajt. Gjithashtu edhe me turistët kemi qenë shumë të kënaqur, turistët vizitojnë fillojnë që në muajin mars, dhe deri në muajin tetor këtu nuk rreshin turistët sa ardhurit. Pasi vinë këtu, ne hapim shumë më shëri glikosh, do të thënë 4-5 lloj, çfarë të duan ata. Ashtu i flasim edhe për procesin teknologjik që duan ata për çdo asortiment që ne bëjmë. Mund të doj vetëm për një asortiment. Për glikon e arrës janë më shumë të interesuar dhe është kohë zgjatja më e madhe, si mund të them se këto glikot e tjera bëhen brenda ditës, ajo do të thënë 15-20 ditë që të përpunohet dhe janë më shumë të interesuar. Ose të marrësh kungullin dhe të i thuash që kjo është gliko e kungull, e provojnë dhe thonë çfarë është kjo, kupton çfarë është kjo. Ose domatja e imagjinojnë që mund të bëhet salcë, ose partigjiani të bëhet turshi dhe ta imagjinojnë që bëhet gliko. Shumë të kënaqur, shumë përshtypje të mira. Ndërkohë që shija e glikove të Eftalis është bërë e njohur për shumë kënd, ajo vazhdon të mbetet për plot pasion dhe përkushtim. Çdo herë që ajo përgatit një gliko, krijon një pjesë të historisë, një pjesë të trashëgimisë që po ruhet. Komiteti i veteranëve dhe pasardhësve të Lanç Gjirokastër përkujtoi sot 82 vjetorin e betejës së Qesoratit, një nga betejat më të përgjakshme të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Kuran 9 dëshmor, aktiviteti i solli në vëmendje rëndësinë historike të kësaj beteje dhe heroizmin e partizanëve që sakrifikuan jetën për lirinë e atdheut. Komiteti i veteranëve dhe pasardhësve të Lançit Gjirokastër përkujtoi sot 82 vjetorin e betejës së Qesoratit, një nga betejat më të përgjakshme të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Kuran 9 dëshmor të pranishmit vlerësuan rëndësinë historike të kësaj beteje dhe heroizmin e partizanëve që sakrifikuan jetën për lirinë e atdheut. Batalioni 2 i brigadës 6, pra batalioni Abbas Shehu, me komandant Sadik Buzon dhe komisar Abdul Hakiu, ndezën zjarrin e luftës për liri. Ky batalion mbeti si një simbol i shenjtë dhe i shtrenjtë në histori. Në këtë zonë veproi një batalion partizani rrethuar nga 2000 deri në 3000 forca gjermano-balliste. Prej territorit Stegopul Qesorat, flaka unë ngre në maj. Batalioni Asim Zeneli e mbështeti këtë luftë, por ranë dëshmor 9 djemë të Labëris në prerë të Lunxheris. Pra 82 vjetë më parë, një përkujtimore që ne sot e nderojmë, do të vazhdojmë të qëndrojmë që të kujtojmë. Lavdi dëshmorve dhe partizanëve të betejës së Qesoratit. Lavdi herojve, lavdi atyre që bën histori. Beteja e 8 shkurtit të vitit 1944 në Qesorat u shoqërua me luftime të ashpra, duke shkaktuar humbje të mëdha armikut, por edhe sakrifica të rënda forcave partizane, ku ranë disa komandant dhe luftëtar.
ishte betejë më e famshme e brigadës 6 sulmuese. Në këtë betejë ranë 9 djemë të rinj në moshën më të re të rinisë tyre, duke dhënë gjakun për shlirimin e atë dheut. Këta janë dëshmorë të atë dheut, krenaria e kombit shqiptarët. Këta janë Sadik Buzo, Bektash Hida, Hadim Imeri, Hamza Malo, Sejdin Minga, Qerqis Fejzo, Emin Hasani, Recep Kaçi, Bazo Zoto. Ndërkohë, Komiteti Veteranëve dhe Pasardhësve të Lançit bëri të ditur se do të ndërhyet me rikonstruksionin dhe rikthimin në gjendje të mëparshme të lapidarit përkujtimor i ndërtuar në nderim të betejës së Qesoratit. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë miru pafshim.